fillon falet, për kënd, për hir të Allah. Vjen dikush dhe e sheh, e ngadalson namazin. Tu dietarët kanë diskutuar nëse namazi i tij vlen apo nuk vlen. Nëse ibadeti mundohet të zbukurohet për dikant tjetër, për çfarë arsye njeriu e dobëson jetin, kanë thënë dietarët, pëlqimi i vetvetes, lakmia që ta lavdrojnë të tjerët. 2. Mosnjohja e rrezikut të syefaqësisë. Mosnjohja e dëmit dhe dënimit të syefaqësisë. Dhe kryesorja, mosnjohja sa duhet e Allahut Azza wa Jall. Kur ndryshon njeti, kur njeriu Allahun nuk e njeh si duhet, me njoft Allahun si duhet, azbret njeti nga njeti për Allahun në njetin për dikant tjetër. Po kush është ai dikush tjetër? Kanë thënë dietarët, zemra ati në të cilin ti lakmon, që ai të mendon të mirë edhe të lavdron, është në dorën Allahut. Ti ndryshon jetin për kënd për filanin, që ai do të shedhe në fund çfarë? Do të lavdron. Zemra ti është në dorën Allahut. Ti nëse ja kthen shpinën Allahut, ti je i humbur çdo herë.